Bashkë me Zojën Afitit, cilën e kam përnder që e kam kolege edhe bashkëpunëtore në këtë projekt, që të bashkojmë sa më shumë vullnete për të krijuar një projekt të ri politik. Jemi duke testuar I cili kur mund të marrë formë? I cili mund të marrë formë shumë shpejt. Mund të marrë formë edhe shumë shpejt, flas brenda një muaji. Brenda një muaji. Patjetër. Pra brenda një muaji ju do keni një projekt politik që do shfaqet në formë një partie, lëvizje ose në formë një formacioni. Brenda një muaji, pra flas brenda muajit nëntor, ne do përpiqem të shpallim një projekt të ri politik, i cili ta them çfarë mendoj unë të paktën. Vetëm një pyetje kam këtu. Ta them çfarë mendoj. Mirë. I cili do duhet të jetë një platformë fizi, lirie, i njerëzve të zakonshëm. Pra, nuk do shkoj kur, dhe nuk e kam të ambicie absolutisht, për të krijuar parti private. Parti private Shqipëria i ka të gjitha. Partitë e vogla, s'duhet përmend emra, janë totalisht private. Partitë e mëdha po kthehen biznes privat. Unë s'e kam të ambicie, nëse do doja të isha aksioner apo ortak në një biznes partijak, unë rria në PS. Mbasi i Ramës, mund të kisha kotat më të dhëna të biznes. E kam refuzuar do që nga viti 2008-2009 ndoshta. Rrethoj e cilit jemi sot. E kam refuzuar të jem ortak në një biznes partijak. Sepse menduat që mund t'i merrni vendin e Edi Ramës? Jo, absolutisht. Jo, kur janë futur në atë garë, kam menduar dhe mendoj prap që sigurisht mund ta drejtoja më mirë se Edi Rama qeverinë edhe Partinë Socialiste, padyshim. Por kjo është një e kaluar që nuk u prish për një arsye që nuk mund të ishte arsye. Sepse një parti u mblodh dhe tha, Bem Blushi nuk ka drejt kandidoj. Dhe kush është ai njeri sot që më thot mua, shko bashkëjeto me ata për interes të kujt? Shqipërisë, të partisë. Kjo ndodhi në 2016, tani ju jeni prishur në 2009. Po 2016 ishin zgjedhjet, kur të Po pra nga 2009 në 2016 raportet tuaja me Ramën në ulje ngritje kanë qenë, që tregon që ka pasur një konkurrencë politike mes jush zoti Blushi më shumë se sa thjesht parime. Po këtu që po thua ti nuk hedhin poshtë ato që thash unë. Sigurisht